në kuzhinë me Albanën. Mirë se të gjeta. Mirëmëngjesi. Si e kemi nisur ditën sot? Ditën e kemi nisur me ca qofte, nuk vendos renditje, sepse po t'i marrë me renditje, dalin të tjera që janë më të thjeshta, por jam munduar që të kem vakte që t'i ketë një tryez. Po. Janë qofte ose qofte suxhuk. Qofte suxhuk nuk kanë bimët aromatike. Pra kanë përbërës shumë të pak. Dhe përbërësit e pak që janë dhe unë hirem direkt në përbërësit, është hudhra, mielli është gjithmonë, jo vetëm lidhës, sepse unë këtu s'kam vendosur fare vezë, pra është buka me mishin, kripa, hudhrat, kumin, pak spec djegës, që t'i japi atë ëmbëlsin. Në fund fare, unë kam mielin për një spërkatje. Këto janë gjithmonë qoftet suxhuk. Nëse ju dëshironi, shumë mund të shtoni pakës fare sod. Ajo soda i bën të buta, dhe pse në mos të dëshirojmë, ja, direkt, marrë dhe pakës sod unë këtu. Edhe i bën më të fryra. Marrë shumë pak sod. Dhe e lë në vendin e dur, se më duhen. Një majluge sod. Ja, opa, një majluge. Atëherë. Duke i shtuar përbërësit dhe duke i treguar e grirë, spec, kumin, piper, krip. Paralelisht me këtë proces, kemi vendosur vajin të ngrohet, Po, thelpit e hudrave. Dy vendosun, sepse kam edhe masë më të pakët. Pra ju e keni masën në gjysmë kile, unë kam më pak. Kam edhe bukën e njomur. Një bukë bajate që themin e 2 feta bajate të ndënjura. Dhe sa me ndënjur të jetë buka, dhe për të pasur atë bukën e ndënjur që ne na duhet shumë mirë, vendosim fetat e bukës, i vendosim në pufja sëku, ose në qese që janë prej pambuku ose beze. Kjo është gjëja më e mirë. Ato ne i bëjmë edhe për trahana, për papare që është vërtet papare, sepse ka shumë pak përdorim. Këtu, marë fetat e bukës, të vendosura në ujë dhe të zbutura. Por, do t'ja largojmë ujën, do t'i shtrydhim. E largoj ujën mirë. Dhe erisa, ka që më duhet si masë, nuk më duhet tjetra, masa tjetër. Masa tjetër, sërish do më duhet për gatimin që ka më pas. Se, si që thonë të vjetrit, është gjunaf të hedhim bukën. Ja. Ta qojmë dëm atë, kështu që e riciklojmë. Si një papare, edhe buka që në ngelet ja bëjmë këto qoftet, dhe asgjë nuk shkon dëm. E mirat mirave është gjithmonë që brumi qofteve kur punohet, e di që e kam thënë, për do ta them gjithmonë, duhet të punohet në 15 minuta dhe duhet të qëndroj 1 orë në frigorifer. Sepse është ambient të ftohtë, nuk vendoset në ambientin e duhur, këtu për shkakun ku jam unë, se dritat bëjnë që të nxehet, bën që të kontaminohen, të prishën produktet, pa tjetër, sepse është shumë vap, dhe kemi atë masën e lëshuar kur ne shtojmë vezë. Pra derisa, në rastet e rralla, derisa doreza nuk kanë gjitjen e brumit. Në përgjithësi, doreza tërheq brumin çfarëdo që ne të bëjmë. Pra derisa mos e ketë atë tërheqjen e brumit. Shohim që është një masë e duhur. Largoj dorezat se nuk më duhen më. Vajnë e largoj pak sa, duke e shtuar me vaj që të kem atë temperaturën e duhur, dhe i krijojmë pra e veçanta që kemi dalë pak nga le themi receta, përgatitja e qofteve që mund të kemi përgatitur kohë më përpara, është shtimi i kuminit, është shtimi i specit djegës për lezetin e shijes. Kemi shtuar vezën e se nuk ka vezë, ka vetëm bukën e njomur, kripën, piperin, kumin, spec djegës, gjithsesi po i përmbledh edhe njerë në gramaturat përkatëse, recetën tonë të qofteve suxhuk.
ndryshe nga qoftet e zakonshme që jemi mësuar të përgatisim. I tregojmë edhe njëherë, Albana po i jep formën përpara se t'i vendosim për të skuqur, duke i pudrosur me pak miell. Por receta jonë e shkruar do të jetë tani në ekran për ta shënuar dhe ju dhe për t'i mbajtur shënim në blokun tuaj të recetave, ndoshta edhe në galerinë e fotove. 500 gram mish i grir viçi, 2 feta bukë të thatë, 8 thelpinj hudhër, 1 lugë gjelle kumin, 1 lugë çaj piper i zi, 1 lugë çaj spec djegës i ëmbël, 1 lugë çaj krip, pak miell për të pudrosin dhe 1 gotë me vaj lule dielli për skuqje. Qofte suxhuk. Vjen një kombinim i aromave, i kuminit edhe i hudrave, edhe që janë të domosdoshme dhe shumë të shëndetshme për t'i konsumuar. Vajin e kemi të ngrohur, besoj. Prandaj dhe e kam lënë. Ne kemi përgatitur një masë më pakët nga gramaturat që tregojmë aty. Aty e keni gramaturën e plot për gjithë familjen tuaj. Ktu përgatitet për masa në porcione më të vogla. Fillojmë dhe i skuqim. Me miell një pudrosi që edhe të mos ngjisin, por që ndrojnë dhe krokante nga jashtë, të buta po brenda. Ja një ide, një sugjerim për drekën e sotme, duke e shoqëruar atë me ndonjë sallatë, me ndonjë gatim tjetër që mund të ketë familja. Kemi sjell plot kombinime dhe të sallatave, mund t'i referoheni rubrikës tonë të gatimit në YouTube, në kanalin tonë zyrtar, Reze Dielli. Okej, duke i shtuar aty, duke skuqur një tigan. Është një tigan mjaftueshëm për t'ju treguar juve si recetë, për t'ja u sugjeruar, me pak miell super ola për pudrosjen. Ul pak nxehtësinë tani. Pra, shumë thjesht, shumë pak përbërës, siç e duam vetë qoftë suxhuk. Kalon edhe suxhuku kalon që mos ketë miellin e tepërt. Ja, kështu. I le të bëhen. Do t'i vendosim tani, do t'i vendosim ka pak apo djersiten më? Do të është më mirë pak a pak. Është pak a pak sepse më krijon avujt edhe. Po. Edhe quhen ato. Ne duam të jenë krokante nga jashtë. Përse në përgjithësi bëhet izolimi te bifteku ose tek gjërat mishtore që janë, gjithmonë për të mbajtur shija dhe mos jenë të thata brenda. Prandaj bëhet dhe izolimi me miell, se normalisht edhe ashtu qëndron, duke skuqen, duke lënë shumë pak vaj ose duke futur në furrë. Por prandaj janë dhe qofte suxhuk. Pra duhet ketë atë shijen dhe jo se atë qofte që ne shtojmë. Pra duhet jetë shija autentike e mishit. Këtu gjithë kryesore është të jetë një mish cilësor. Pikërisht. Ja të shojmë të parën, ndoshta ta marrim pra pas. Duhet të jetë avash. Super, duken shumë të mira. Edhe pak sot që i hodhëm ne, i jep pak volum. Po, patjetër, jep edhe shijen. Unë kam vendosur një gotë birë për shembull, edhe këto qofte të shkon për bukurinë. Po. Apo jo. Tërheqja më e mirë është duke i shtuar erza djegëse pak më tepër për të pasur atë shijen më pas, çfarë konsumon birën ose verën, për të pasur ajo është çelësi i suksesit në ushqim. Është që ti vendos më shumë djegëse, që ti të tërheqësh pijen. Po. Në çfarë do ta shoqërosh? Mund të jetë pa alkol pija. Mund të jetë dhe pa alkol bira. Se thon, të themin e birë, mund të jetë dhe birë pa alkol. E shoqëron shumë mirë edhe qoften, apo jo? Jo, nuk jam jashtë këtyre pijeve, nuk unë me një pije që kam edhe dehen. Një gotë asnjë gjë, fitoestrogen nga bira, edhe për gratë një gotë është mjaftueshëm kaq. Pa e tepruar. Pra ndahemi në merakli, ushqimi dhe në merakli pijet. Jo, ale unë jam te pijet, nuk është se e konsumoj alkool. Unë jam te... Por që shoh që kjo recetë shkon çik me atë gotën e birës. Unë jam brenda. Ti aty brenda tigani, po, të mjafton. Më jep. E ke më re që nëse unë do konsumoj ushqim në darë, dhe dje kam konsumuar praktikisht, po shumë pak,
E nesërmja është shumë e lumtur. Do të verroje të shtëpia. Do të verroje të shtëpia, se s'ka mundësi. 2 orë para gjumit, Darka, kemi thënë 2 deri në 3 orë para gjumit, që të tretet ushqimi. Po, është tretur, moj, është tretur. Na, një brusë kam vetur. E tret me mendim, se një dorë më e bërë. S'ka kum. Gosa ku më kërkon në shtëpi, kur unë vi, them, mam, ku je, thot, zërin të dëgjoj, nuk të shoh ku jem, thot, më ke humbur. Nëse, shaka, ju veproni sipas çdo trup, metabolizëm edhe shi janë komplet ndryshe, kështu që se çfarë i bën mirë njërit nuk i bën mirë tjetrit, se cili vakt të pëlqen të konsumojë. Po një regjim ushqimor duhet faktikisht. Edhe kur je në një moshë, është individual për secilin. Duam, na pëlqen, s'na pëlqen, duhet. Se e dihet, dikush e pëlqen qoftet mishin, dikush si konsumon, dikush konsumon diçka tjetër. E dashuroj, kaq, e dashuroj. Le të shijojmë pak. Duke i parë fillimisht qoftet, dhe pastaj, kur t'je gati, do t'i provojmë. Do t'i vendosësh këtu? Po, do t'i vendos aty. Sigurisht që duan dhe një shoqërim apo një garnitur për t'i sjellë në pjatë siç duhet. Dihet që edhe qoftet, edhe mishi kur e konsumojmë, kur ne e shoqërojmë me perime, është më e lehtë edhe përthithja elementëve, tretja e tij, kështu që ndaj dhe mishi shoqërohet vazhdimisht me perime kur e konsumojmë. Ja më pak pjatën të lutem, po. E vendosim pjatën. Super. Dhe sidomos me jeshilloqe. Një sallatë thjesht jeshile. As vaj absolutisht thjesht, një zbutje. Si o dhe vaj nga që kanë vaj qofte, të? Po. Okej. Shtojmë edhe vajin e qofteve në to, i përzijem pastaj dhe i konsumojmë mrekullisht mirë, bukur. Është një sekret, gjë që unë nuk po e respektoj tani për momentin. Asnjëherë mishi i nxehtë, gjithçka mishi i peshkut, çfarë do të jetë nxehtë, nuk vendoset në sallatë. Sepse sallata fillon të zbutet dhe merr atë ngjyrën e Ndaj dhe ne vendosëm një antigani, që të ftoheshin pak qoftet. Edhe kjo këtu. Edhe jemi. Tani kjo është 6 qofte nuk janë për një person, janë për 2 veta, besoj. Atëherë një personi duhet 250 gram mish. Nëse ka që do të humbi pak peshë, shkojmë tek 200. Atëherë mua më duhej 500 gram mish këtu, gjë që i bjente 250. Po ti mirë ke qenë gjithë jetën me matematikën. 5 i dua. Atëherë çfarë? Heqëm diku tek 50 gramsh. Ja ti pyesim pak shikuesit, është për një person? Po jo, çfarë flet? Janë shumë. Na merrni në telefoni, jo, nuk janë. Çuna këtu thonë nuk janë, për 2 persona besoj janë. Po mirë, sepse do ta shoqërosh. Gjysmë për gjysmë. Bravo. I ke bërë dhe numër çift, 6 janë aty, 3 për personin. Gjithmonë ndaj çiftit jam unë, nuk jam ndaj tekut. Në rregull. Shumë bukur.